India dhe Bashkimi Evropian kanë finalizuar një marrëveshje tregtare që pritet të hapë rrugë për tregti të lirë dhe të mbrojtur mes dy fuqive ekonomike. Pasi gati 2 dekadash negociata të ndërprera dhe sfidash diplomatike, kryeministri indian Narendra Modi e përshkroi marrëveshjen si një arritje historike, duke theksuar se ajo do të sjellë mundësi të mëdha për 1.4 miliard banor të Indisë, si dhe për miliona qytetarë në Europë. Modi nënvizoi rëndësinë e marrëveshjes për sigurinë ekonomike të Indisë dhe stabilitetin në marrëdhënie tregtare ndërkombëtare, duke u përpjekur të diversifikoj partnerët ekonomik dhe të zvogëloj ndikimin e paqëndrueshmërisë nga Shtetet e Bashkuara. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të marrë pjesë në një njoftim të përbashkët në samitin Indi-BE në Bruksel, ku do të prezantohen detajet e marrëveshjes. Tregtia mes Indisë dhe BE-s ka arritur në 136.5 miliard dollar në vitin fiskal deri në mars të 2025-s, duke treguar potencial të madh ekonomik të kësaj marrëveshjeje. Nënshkrimi zyrtar do të realizohet pas verifikimeve ligjore që pritet të zgjasin 5 deri në 6 muaj, ndërsa zbatimi i plot mund të ndodhë brenda një viti. Marrëveshja është pjesë e një serie nismash të BE-s për të forcuar tregtinë globale për marrëveshjeve të vitit të kaluar dhe Indonezinë, Meksikën, Zvicrën dhe bllokun Mercosur në Amerikën e Jugut.